Pse burrat plaken më shpejt, çfarë roli luajnë kimikatet e përjetshme? Sipas një studimi të ri shkencor të ashtu quajturat kimikatet përhershme, PFAS mund të përshpejtojnë plakjen biologjike tek burrat midis moshës 50 dhe 65 vjeç. Këto substanca të njohura si substanca perfluoroalkil dhe polifluoroalkil quhen kimikatet përhershme sepse u duhen shumë vite për t'u degraduar në mjedis dhe në trupin e njeriut. Sipas Akademisë Kombëtare të Shkencave të Shtetet Bashkuara të Amerikës, PFAS zbulohen në gjakun në afërsisht 98% të amerikanëve. Por çfarë është plakja epigjenike? Studimi u përqendrua në plakjen epigjenike ose moshën biologjike të trupit, e cila mund të ndryshojë nga mosha kronologjike. U zbulua se plakja epigjenike ishte më avancuar tek burrat sesa tek gratë. Lidhja midis ekspozimit ndaj PFAS dhe plakjes së përshpejtuar epigjenike ishte më e fortë tek burrat e moshës 50 deri 65 vjeç, tha autori kryesor i studimit, profesori epidemiologjisë në shkollën e mjekësisë Universitetit Shanghai Jialong. Ai shtoi, tek burrat më të rinj dhe ata mbi 65 vjeç, lidhja ishte më e dobët dhe në përgjithësi jo statistikisht e rëndësishme, ndërsa te gratë rezultatet ishin më të kufizuara dhe më pak të qëndrueshme. Pse burrat preken më shumë? Rezultatet tregojnë një efekt specifik për gjinin. Gjithçka që pritet për kimikatet që prishin sistemin endokrin, i cili rregullon funksionet thelbësore si metabolizmi, zhvillimi, gjendja shpirtërore dhe riprodhimi. Sipas forumit të paketimit të ushqimit, akumulimi i PFAS tek burrat mund të ulë nivelet e testosteronit, të ndikojnë në cilësinë e spermës dhe të rrisë rrezikun e kancerit të testikujve dhe veshkave. Analiza studimet më parshme tregojnë se gratë sekretojnë disa PFAS më shpejt për shkak të shtatzanisë, ushqyerjes me gjith dhe menstruacioneve, ndërsa ndryshimet në akumulim zvoglohen pas menopauzës.